organit të policisë, çfarë ndryshoi më 22 janar, përpos numrave dhe emrave që votuan një kundër mocion në Kuvendin e Kosovës, e që e zhveshi lëvizjen e Kurtit nga një prej qëllimeve të fushatës së saj në mbrojtje të Kuvendit. Thaçi fton vetëvendosjen të dialogojë në institucione, ndërkohë që nga kjo lëvizje përgjigja ishte e prerë. Zyra e Thaçit është zyre dhunës. Por atëherë pse Albin Kurti u pa ato ditë të hynte në selinë qeveritare në Prishtinë? Përpara protestës 22 janarit është përfolur, në fakt është debatuar shumë media që ju keni vizituar selinë e qeverisë. Është një pikë ku duhet ndalemi me patjetër për të sqaruar diçka. A menduat ju se duke hyrë, ose më saktë, nuk e menduat se duke hyrë mund dëmtonit protestën që po vinte duke hyrë në selinë e qeverisë, pikërisht në një kohë që marrëdhëniet tuaja me kryeministrin ishin kulmin e tyre të ashpërsisë? Unë jam kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe tash së fundi kemi pasur seancë dëgjimore me 10 kandidatë për ambasador të propozuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Duke qenë se jam kryetari i këtij komisioni, unë kam kontakte dhe bashkëpunim të pashmangshëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në bazë të ligjit në fuqi, raportin e komisionit ton për këta kandidat për ambasador, unë duhet ta përcjellja në 3 adresa: tek presidentja, tek kryeministri dhe tek Ministria e Punëve të Jashtme. Dhe ishte për mua domosdoshme. Jeni takuar me kryeministrin Jo, absolutisht jo. Jo, nuk jem takuar me të. Materialin, raportin, vrejtjet shtesë, shkresat e ndryshme, ua kam dërguar Ilir Salihut, këshilltarit të lartë politik të presidentës, Abelar Tahirit, shefit të kabinetit të kryeministrit, dhe njëkohësisht zëvendës ministrit të jashtëm Ibrahim Gashi. S'ka pas kurfar takimesh me ta, prandaj njerëzit e qeverisë filluan që të shpifin në mënyrë që të krijohet përshtypja që ua kemi bërë një padrejtësi, një dhunë, por nuk jemi aq shumë të polarizuar politikisht, kur në fakt e kundërshta e vërtetë. Më 22 janar, protestuesit kësaj here më shumë në numër u bllokuan sërish rrugës për Merdar, edhe të Bardh, pak kilometra larg kufirit me Serbinë. Nuk pati një ndërhyrje të njësive speciale. Protestuesit mbanin të bllokuar vetëm një korsi të rrugës dhe kujdestar me shëri të kuq në krah bën që zhvillimet të mos dilin jashtë kontrollit. Kaluan shumë orë, ranata, protestuesit ndezën zjarre për t'u ngrohur, ndërsa policia forconte kordonin me pengesa hekuri. Në orët e mbrëmjes mbyllet protesta në dhe të Bardh e pak orë më vonë në Merdar. Shpend Ahmeti nga vetëvendosje tha se u detyruan ta ndërpresin për shkak se policia u kish marrë tenda, ushqime dhe druzjarri që do të shërbenin për të kaluar natën në rrugë. As ushqime, as uje, as edhe batanijet kemi thonë në asnjë mënyrë mos me u pengu, ndërsa për tenda, natyrisht që kemi thonë që mund t'ju miren tërkohësisht, për arsye se na kemi paramenduar nëse tendat vendosen në rrugë ose në gjysmën e rrugës edhe bllokojnë, ajo vazhdimisht do të kërkonte një energji edhe një mundësi potenciale e dhunës. Prandaj në këto raste kjo ka qenë arsyeja kryesore dhe natyrisht që organizatorët ata është dashur me mendu metodat e veta derisa do të qëndrojnë pa e dëmtuar shëndetin e protestuesve. Se sipas jush situata nuk u përsërit edhe 22 janar? Realisht ajo që më shumë të ndryshojnë në mes këtyre dy protestave ka qenë sjellja e qeverisë Kosovës, sjellja e institucioneve të Kosovës ndaj protestave. Ne me 14 janar kishim një përdorim të dhunës të papranueshëm ndaj demonstruesve atje. Ky përdorim i papranueshëm i dhunës u dënuar ashpër nga opinioni publik kosovar. Qeveria e Kosovës e pa që në qoftë se do të përdorte të njëjtat mjete, ajo rrezikonte të humbte imazhin edhe ashtu të vogël që ka tek populata e Kosovës dhe ndroi strategji nuk përdori dhunën. Në herën e dytë i parapriu një debat politik, i parapriu një debat publik. U diskutua shumë, analistë të ndryshëm dhanë pikpame të ndryshme, ndërkohë edhe subjekti politik i vetëvendosjes, nga që nuk pati numër të jashtëzakonshëm, siç ka shpresu, e ndroi çik edhe diskursin politik, u organizua dhe më mirë dhe e kuptoj se
ligjin do ta shkelsh me dy kam nëse bllokon lirinë e lëvizjes, nëse bllokon lirinë e qarkullimit. Dhe kuptuan se duhet megjithatë që rruga të mos bllokohet, të ketë lëvizje, të ketë qarkullim. Sado që ai tubim e vështërsoi lëvizjen, tubimi i dytë e kam fjalën, demonstrata e dytë, megjithatë nuk arriti ta pengoj. Dhe natyrisht pushteti demokratik këtë raste ka e çik tolerancë. Objektivisht dhuna ka ndodhur si pasojë e një paniku në cilin është gjetë qeveria e Kosovës, sepse po shihet që është e friksuar nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast, po në sfond edhe nga vlimet që mund të ndodhin, vlimet sociale dhe qytetare, sepse pakënaqësia me këtë qeveri që është shumë e madhe në vend, dhe në një anë dhe ana tjetër që i kanë ndihmuar shpërthimin të dhunës ka qenë edhe një protest, po një tendencë për bllokim ose marrje eventualisht nën kontroll e pikave kufitare në Merdar dhe tek Dheu i Bardh, dhe mungesa e qëllimit final lëvizjes vetëvendosje se çfarë vërtet dëshironte, ajo kur nuk e ka zbulu planin e vet se çfarë synonte vërtet, synonte të protestojë një orë, 2-3 dhe të shpërndahej paqësisht, apo synonte që ta marrë ligjin në dorë. Dhe në këtë rast, policia e Kosovës do të thotë përdori një dhunë që ata e cilësojnë proporcionale, por skenat e tilla e kanë dëmtuar shumë, jo vetëm imazhin e Kosovës jashtë, por edhe vetë shoqërinë kosovare. Ndërka që policia me 22 janar në protestën e dytë është sjell sipas bindjes same shumë në mënyrë më profesionale, dhe lëvizja vetëvendosje praktikisht duke mos posur atë qëllimin final u zbraps, dhe mendoj se rezultati i kësaj proteste është 0. Gjatë javës që pasoi protestën e dytë, u bën bilance dhe pjesëmarrësit në debatet në kuvend, por dhe ato publike më në fund dolën në konkluzione mbi ngjarjet që trazuan Kosovën. Pyetjet dhe dyshimet që u ngritën ishin të forta, a ishte protesta e mirë organizuar, a e kishte vërtet një qëllim? Çfarë ishte ajo që në të vërtetë ndodhi pak kilometra larg kufirit me Serbinë? Që të dy taburet për mua tingëllojnë shumë jo të sinqerta. Lëvizjes vetëvendosje intereson që të blej mendjet dhe shpirtat e kosovarëve për zgjedhjet e ardhshme, me ta narracione, me tregimet, jo për bashkim kombëtar, jo për flamurin kuqezie, tregimet e tjera të historike të quajë dhe shumë emotive të shekullit kaluar, ose mund të them edhe shekullit 19, ndërka që nga ana e qeverisë do të thotë tentuar që të shëndoset vëmendja nga shumë probleme reale të cilat burojnë nga ke qeverisja këtu në Prishtinë. Do thotë edhe të hiqet vëmendja nga disa zhvillime që po ndodhin sa i përket Kosovës, është këto 4 pikat e propozume nga presidenti Serb Tadić, cilat po fitojnë terren diplomatik gjithnjë më shumë, e janë të ndërlidhur edhe me atë 6 pikë që ne famshëm të sekretarit gjeneral të OKB-ve Ban Ki-moon. Pastaj është problemi me korrupsionin fatal, pastaj bashkëpunimi i politikës me krimin organizuar, mos funksionimin e shtetit të së drejtës ose mos funksionimin e ligjit në vend e tjera, dhe kjo është vendosje e vëmendjes së publikut, po duket se po shfrytëzohet nga të dyja palët, edhe nga vetvendosja edhe nga qeveria, sepse në një pikë që të dyjat po bashkohen. Kosova nuk e ka asnjë problem tjetër aktualisht përpos asaj Serbisë fantome ose Serbisë armiqësore. Mendoj se tash është krejt një situatë tjetër. Mendoj se u arrit shumë me faktin se u kthy debati politik për këtë çështje dhe shumë çështje tjera në kuvend. Mendoj se është një leksion i mirë për të gjitha subjektet politike që ne mund të bëjmë çdo gjë në kuadër të ligjit. Ata që mendojnë se populli mund të rrëzojë pushtetin me mekanizma të tjerë,
edhe përmes demonstratës e kanë gabim. Ata që mendojnë se populli ka të drejtën legjitime për të vepruar kundër pushtetit përmes rrugëve jo ligjore, quhen revolucionar. Tani, ne mund të luftojmë kundër ligjeve, cilat do të qofshin ato, po janë një varg masash. Nxitimi për të dalë sa më parë në demonstrat, ndërkohë që reciprociteti është proces, ka qenë një sjellje politike që ne na solli pak dëm, nuk mendoj të ketë arrit gjallë politikisht subjekti politik i vetëvendosjes, për një kohë fatkeqësisht na shpërqendroi vëmendjen nga veriu kjo çështje. Nuk kemi qenë dhe nuk kemi thar i daljes në rrugë sepse realisht është vështirë të kontrollohet masa, duhet marrë përgjegjësi pastaj dhe mendoj që në këtë rast në një formë apo tjetër dy palët dhe qeveria dhe vetëvendosja kanë ushqyer njëra tjetrën. Në ç'kuptim? Në kuptimin e asaj që qeveria po dëshiron me dëshmu them atë se është e zonja ta mojë ranin dhe rregullin, në anën tjetër vetëvendosja se janë këta ata të cilët mund ta mbrojnë Republikën. Ne kemi probleme të mëdha në veriun e Kosovës, nuk duhet të bëj krahasime në kuptim negativ, por megjithatë zhvillimet e fundit nuk duhet ta lënë në hije, s'do duhet ta lënë në hije atë se çfarë po ndodh në pjesën veriore të Kosovës. Është nxe aq shumë situata para protestave të para sa që nga njëherë fitoi përshtypja në mos nuk po bëj fjalë për një protest, për një demonstrat, po bëj fjalë për një luftë, dhe pastaj e pam se çfarë kupton edhe ajo nxemje ngrohje e fjalëve, e pam edhe dhunën që ushtru. Këtu nuk është problemi te policia e Kosovës, po është problemi te urdhat që ka marrë ajo. Dhe pastaj kur u pa reakcionet e mëdha ndërroi gjithë çështja e qeverisë Kosovës. Pas këtyre protestave kemi kalim në një retorik tjetër, kemi kalim të dytave. Pra, kemi tendencë për ende me pa në një farformë me protestën si luftë, protestën si vetëlijem dhe për të pas kritika se si ata njerëz, ata qytetarët Kosovës realisht u tërhoqën nga atje, pa u fliu asnjëri dhe madhat sërbëhyn. Unë nuk jam shumë i sigurt për mjetet që po i përdor vendosja, unë besoj që ka edhe mjete tjera që mund të përdoren, nuk është vetëm protesta në rrugë. Nëse vërtet vendosja dëshiron që të kontribuojë në vendosjen e reciprocitetit, mund të përdoren metoda tjera kreative, që janë rrjetet sociale, mund të veprohet edhe direkt tek importuesit kosovar, qoftë me protesta, qoftë me forma ndryshme, po edhe protesta nuk është diçka e cila nuk është e papërdorshme si mjet. Natyrisht, ne duhet kemi parasysh që protesta e dytë është ndërprer dhe tash duhet presim se është hapi arshëm i vetëvendosjes. Edhe për ministrin Rexhepi ishte një fitore fakti që nuk u përdor dhunë herën e dytë dhe kjo nuk mund të quhet dështim. Të tillë nuk e konsideroi edhe një tjetër zyrtar nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari i kuvendit Jakub Kresniqi. Protestat e vetëvendosjes për janar e përçan opinionin publik në Kosovë. Disa njerëz e quajton fitore dhe disa dështim. Por sido që ndodhi, protestat nga mënyra se si u devijuan, na sqaruan disa dyshime, por na lanë pas disa dilema. A ishte kjo një tentativë për revolucion? Ne nuk mund ta themi pa abuzuar me termin, por një gjë është e sigurt. Lëvizja vetëvendosje revolucionarizoi mënyrën se si zhvillohen këto protesta dhe mënyrën se si mund të menaxhosh ato. Në lëvizjen vetëvendosje janë të kënaqur që për sa kohë zgjati protesta asnjë kamion me mallra serbe nuk kaloi në këtë aks rrugor. Në pjesën e tretë të intervistës së tij për ekskluziv një javë pas protestës, kreu i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, paralajmëron se protestat do të vazhdojnë, por këtë herë me një rrezë më të gjerë veprimi. Vetëm 2 ditë reciprocitet ka pasur në Kosovë në vitin 2012, me 14 janar dhe 22 janar. Ato ditë nuk hyri asnjë maune dhe asnjë automjet nga Serbia përderisa zgjasë protesta. Dhe implementimin, zbatimin e reciprocitetit e bënte policia e Kosovës, e cila nuk lejonte maunet dhe veturat nga Serbia që t'ju afrohen protestuesve dhe kësaj Serbia e cila na ka bllokuar neve, po bllokohej nga policia e Kosovës.
e cila fatkeqësisht paraprakisht na kishte bllokuar marshin ton paqësor që të shkojnë deri në afërsi të pikave kufitare ashtu siç kishim planifikuar, duke na mbajtur larg tyre. Tash ne do të vazhdojmë me protestat tona, me aktivitetet tona në këtë frymë, pra në frymën e kërkimit të reciprocitetit, por në të njëjtën kohë do t'i përdorim edhe mënyra zyrtare të veprimit, këtë kundërmocion. Pra, ne nuk e dërgojmë mocionin ton në gjykatë kushtetuese, i cili është bërë vendimi i Kuvendit Republikës me 7 dhjetor, por e dërgojmë kundërmocionin e 20 janarit, i cili ishte një lloj grushteti i qeverisë së Kosovës, duke e përdorur korpusin e deputetëve të regjimit për të bërë diçka të pashembullt në historinë e Kuvendit Republikës Kosovës, e kjo është që vendimet paraprakët të Kuvendit të shfuqizohen. Pra, po fillon një praktikë e tmerrshme, e cila kush e di se kur do të ndalet, tash që ka filluar. Do kthejmë edhe një herë të protesta, por për të shkuar për të folur dhe për të ardhmen e kësaj strategjie. Ju keni akuzuar në të dyja herët që qeveria ja ndërpreu protestën në një farë mënyrë, herën e parë duke ndërhyrë njësitet speciale, dhe herën e dytë e keni akuzuar për një luftë speciale, sepse ju morën tendat, ju morën materialet për ngrohje dhe duke ja u pamundsuar kështu kalimin e natës në rrugë pranë pikave kufitare. Nëse protesta nuk do të ishte ndërprerë në këtë mënyrë, çfarë do të kishte pasur ndryshme? Dhe e arritët ju qëllimin tuaj me këtë ndërprerje? Ne nuk e kemi realizuar ende qëllimin ton. Qëllimi jon në këtë fushë është reciprociteti plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, dhe madje edhe reciprociteti tregtar nuk është fundi i qëllimit ton, sepse reciprociteti politik nuk kupton që të kemi reciprocitet të drejtave, sepse dihet që shumë më tepër ka shqiptar në Serbi se sa serb në Kosovë, ndërkohë që Serbia i shtyp shqiptarët në luginë të Preshevës, i diskriminon ata, kërkon më shumë privilegje për serbët në Kosovë. Pra ka shumë punë të reciprociteti plot. Mirë po, aktiviteti ynë, protesta ynë paqësore ishte mënyra e duhur në drejtimin e duhur. Tash ne do të vazhdojmë edhe me aktivitetet e tjera, por jemi të vetëdijshëm që bëhet fjalë për një qeveri e cila në vitin 2012 tregoi se cila është strategjia e saj duke i dhënë këto shenjat me 14 janar dhe 22 janar. Pra përpjekje e qartë për ta bërë Republikën tonë republikë qeveritare. E Republika qeveritare është një republikë ku kemi një mend shtet, por me qeveri e jo fort me republikë. Prandaj mendoj se këta duan që ta shesin Kekun, Trepçën, Postën dhe Telekomun e Kosovës, t'ja japin një autonomi veriut të Kosovës dhe ta disiplinojnë shoqërinë, ashtu që askush mos guzoj që të ngrihet kundër tyre. Prandaj dhe ishin kaq brutal me 14-22 janar. Nuk bëhet fjalë këtu vetëm për çështjen e reciprocitetit, me që rast këta votuan kundër reciprocitetit. Nuk ka një shembull tjetër në botë ku një shtet voton kundër vetes. Atëherë protesta e ardhshme do të jetë para qeverisë apo në kufi? Por nuk mund të them tash, por gjithsesi do të vazhdoj me protesta. Ka nevojë për protesta gjithandej dhe për shumë çështje, varfëria, papunësia. Nuk mund të them asgjë për këtë, por natyrisht që nuk mund jetë largët, sepse problemet janë shumë aktuale dhe ato nuk zgjedhen nëse ne presim as drejtësi ose as mëshirë prej qeverisë, sepse asnjëra prej këtyre nuk do të ndodhë. Me 14 janar ishin shumë më të dhunshëm, ndërkaq me 22 janar ishin më njerëzor për shkak se në njërin anë na bllokuar me kordonin e policisë, në anën tjetër me postbllokun e policisë dhe nuk lejuan as ujë, as ushqim, as drur për ngrohje, as fuqi vaj për ngrohje që i kishin përgatitur, as tendat, as gjeneratorët, as reflektorët, as batanijet. Dhe ishte një lloj burgu në qiell të hapur. Por madje edhe në burg të sjellin ujë. Por këtu s'ishte as kjo. Dhe aty ishin para dy mundësive. Ose që ne të bëhemi të dhunshëm dhe ta shpërthejmë kordonin e policisë, që ishte qëllimi jon, ose ne ta ndërprenim protestën për ta vazhduar më vonë, gjë që edhe bëm, por natyrisht duke u përgatitur edhe më shumë për protestat e ardhshme, për shkak se duket që do të kemi të bëjmë me një pushtet i cili do të arrisë egërsinë e tij. Në fakt, Esat Mekuli ka thënë një shprehje shumë të mirë, thotë zullumi këputët për i strashi. Dhe më thonë, nëse gjërat e tjera duke u të holluar këputën, zullumi, dhuna e pushtetit këputët duke u trashur. Dhe thjesht një pushtet bie
pikërisht për shkak se e rrit diktaturën e vet. Ndërkohë që nëse është pushtet jo demokratik, pikërisht pse sa rrin të arrit diktaturën bie. Prandaj pushtetet jo demokratike gjithsesi bie.